Unë jam Jonida Mukja. Prej 3 vitesh punoj gazetare te Piranjat. Këtë javë, arritëm të mbyllim me sukses një investigim të vështirë që u kthye në mision të pamundur. Bashkimin e Afërditës me djalin e saj pas 7 vitesh. Ajo që pat ju është se sa e vështirë është të çosh të drejtën në vend, edhe kur ke vendime gjykate, edhe kur ke të drejtë morale dhe biologjike. E ndërsa ajo që nuk pat, është ajo që nuk e kap dot kamera. Orët e gjata raskapicet e punës. Telefonata pafund, presionet, injorimi, shpesh edhe kërcënimet që merr një gazetar kur i futet një histori të tillë. E mbi të gjitha, indiferenca, ftohtësia, arroganca dhe papërgjegjshmëria e institucioneve, punën e të cilëve shpesh na duhet ta bëjmë ne, gazetarët. Ditën e parë që takova Afërditën dhe mësova të vërtetën e saj të dhimbshme, i dhash fjalën se nuk do ta lëshoja deri në fund të kësaj historie. Jam nisur drejt burrelit si gazetare, por gjërat ndryshuan dhe vendin e gazetares e zuri gruaja gazetare, nëna gazetare. Udhëtim pas udhëtimi, gjithçka u kthye në një mision, bashkimi i nënës me të voglin e saj. Kur ndodh ky proces, vendosemi përpara një dileme. A duhet të sillemi si gazetare apo si misionare? Pa kompromentuar standardet e profesionit, a mund t'ja lejojmë vetes të ndjejmë empati për atë që lufton për të drejtën e humbur? Këtu te Piranjat ka gazetarë që kanë mbajtur në shtëpi të vet, viktimat e dhunës, që kanë shpëtuar nga kthetrat e abuzuesve vajza të mitura, duke rrezikuar jo pak kur institucionet heshtin. Sonte, do t'ju them diçka të dhimbshme, por shumë të vërtetë. Mes qindra mesazheve mbështetëse për Afërditën, më kanë ardhur me 10 mesazhe nënash që nuk i shohin prej vitesh fëmijët e tyre. Nëna, që jeta i ka përplasur me zdallgësh të pamëshirshme dhe kanë marrë mbi vete hakmarrjen e ish partnerëve ose familjarëve të tyre, aty ku një nënë i dhem për më fort, te fëmia, me 10. Dhe ato kërkojnë ndihmë. Për shumë njerëz, numri i gazetarëve është më i rëndësishëm se ai i policisë. Sepse, ndryshe nga shumë institucione që mbyllen në orën 4 dhe nuk të hapin telefonin, gazetari nuk ka orar. Në këtë vend telefoni i gazetarit është shpesh institucioni i vetëm që nuk pushon. Ne vim në punë çdo mëngjes herët dhe kthehemi vonë në darkë. Telefonata, ankesa, probleme na ndjekin derisa flem gjumë. Kam 3 vjet te Piranjat dhe kur më pyesin, them jam në punë. Por pas kaq vitesh, kjo pushon të jetë thjesht një punë, bëhet mision. Raste si Afërdita kemi çdo javë. Disa duan muaj investigimi, një pjesë nuk zgjidhen, dhe heshtja e institucioneve ose pushteti i keqbërësve është më i fortë se puna jon. Por sot është një ditë e mirë. Një fëmijë do të flejë me nënën e vet. Është një nga ato të pakta net që dhe unë mund ta bëj gjumin e qetë. Derisa të vi një nën tjetër.